punoj me një restorant, thot ama kur vjen randi te banja duhet të përdorim ujin e nxehtë në shole. A është keq, pra lejohet apo është ndaluar? Kjo pyetje tregon kujdesin që e ka ky vëlla apo kjo motër që mos me keq përdor pasurinë e tjetrit. Pra, nga ky aspekt unë e kuptoj. Se mund të thotë dikush çka ka lidhje uji ftoft ujin nxehtë. Jo. Domethënë mos me keq përdor tjetrit ujin e nxehtë, se ai e nxej me parë, edhe tash ti me keq përdor me pastru sholën me ujë të nxehtë. Ne çfarë themi? Ne themi muslimanët jetojnë sipas marrëveshjes që e kanë bën në këtë rast ti me shefin tan. Mirë po, që parimisht domethënë përdor ujë ftoft në këto situata, që mos më harxhu edhe mos më bësh shpenzime kot. Por, nëse shefi nuk ka sjell ujë të ftoft për ato pastrime të caktuara, atëherë ju detyroni me marr ujin e nxehtë. Ose me i thon, rregulloje vendin e caktuar ose atë depozitën ku pastrohet sholja. Nëse thot s'ka gale, vazhdoni, atëherë s'ka problem, vazhdoni. Ama nëse ka ujë të ftoft edhe të nxehtë, ju e keq përdorni të nxehtin, në këtë rast kalon haram.